Po një vend si tojnë e mësu që derisa ta them popullar që shkoj gjaku deri ngu që unë s'jam pak për këtë çështje, për këtë zgjedhje, nuk ikun nga karrikja. Kjo është okay. E qartë. Por po në një vend normal do kishte thënë ndërheqje zëvendës kryeministri, ministri, kryeministri. Sepse Shqipëria nuk është aty, Shqipëria është shqiptar. Shqiptarët do ta aksojnë, shqiptarët do të vendosin kush duhet ta drejtojë. Gjitha të skandale, unë mendoj që e uroj që së shpejti të ketë një qeveri teknike dhe zgjidhje parakoshme. Por çfarë do ndodhë, zoti Mërturi, nëse kërkesa për arrestimin e zonjës Balluku do të dorëzohet? Që të dalin shesh, sepse nuk është e vërteta. E vërteta është krye ndryshe. E shikon rrugë si bashkë me njëra mas tjetrës. I shikon urat. E shikon skandale që dalin. S'keri drejtar pa dalë, s'keri ministër, s'vans ministër. Pa u përfshin skandale. E shikoni se çfarë ndodh në atë vend aty. Shpërtar keq. Se nuk ka një deg që nuk është prek. E pranaj. Sot opozitën, zoti Mërturi, nga ana tjetër, si e shihni? Të shpërndar, të shkërmoqur, të shpërndar në shumë copa. Unë, para sa mundem, do ju bëj thirrje që të bashkohen gjithë, të bashkohen me flamurin kombëtar. Ta lipshesh, jo luftën, unë nuk jam për luftë, as për djegje, plaçkitje, thyrje, këto gjërat jo, absolutisht jo. Ne jemi një vend demokratik, duhet të sillemi si tillë. Por ama të ketë mosbindje civile. Në anë të mosbindjes civile, detyrimisht që Edi Rama do dorëzohet me kabinetin e tij. Kështu që do shkojmë në një qeveri teknike. Bllokimin e rrugëve janë, bllokimin e sheshëve, bllokimin. Jam për bllokim. Gjithë masivisht. Mendoni se opozita, zoti Mërturi, ka nevojë për një riformatim ndoshta brenda saj? Unë mendoj që opozita me gjithë ato nuancat, ngjyrat e veta që ka të ndryshme, fakt është e vërteta, duhet bashkohen njëherë në fillim për një qeveri teknike. Asgjë më shumë, vetëm kaq. Ky do të jetë programi. Të bashkohemi që shkojmë në qeveri teknike. Pastaj, pas qeverisë teknike, mbas meritokracisë, bas votës një antar një votë, të banë zgjedhjet brendshme, zgjedhjet jashtme, në fraksione siç është ndave opozita, apo të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Po në fillim duhet bashkim, protest, jo me djegje, kujdes, jo djegje, thyrje, plaçkitje kështu, po ama paralizim të vendit, që të shkohet në një qeveri teknike. Me qeverin teknike, të bëhen zgjedhjet të tjera të ndeshme, sepse po na kushtojnë më shumë, sinqerisht, vërtet zgjedhjet kushtojnë, edhe ekonomikisht, e di, kushtojnë goxha, po na kushton shumë më shumë. Çdo ditë që vazhdojmë ta marrim Belinda Ballukun në pushtet e shumë tjerë. Tani s'po i përmend më as unë, nga Beqo atë të shumë tjerë që tërësojnë lashet e mive i shesin, shkon nëna me fëmijë 7-8 vjeç që e ka me leuqemie, thotë s'ka ilaçe. Shtrohen disa shqiptarë shokun tonë Itali që vinë të kohë fëmijë të afërmit të vet me mira. Me mira. Sinqerisht unë habitem me mirësinë që pas kanë pas e me durimin që pas kanë pas këta italianë. Me ne 30 vjetni që sjellim familjarët tonë për t'i pruar në Shqipëri. Shumë se 30 vjet. Po ballë 30 vjet, ja. Ne nuk jemi popullin e apo jo. Po kështu që them, çdo moll që ka kryemin brenda, ai kryemi duhet të nxirret jashtë. Në këtë rast, kryemi është Belinda Balluku. Të nxirret jashtë të pallafaqohet me drejtësi, sepse një krym i bën më dëm mollës nga jashtë se sa të trimën.
Por që e shumë kryma tjerë që po e grynë Shqipërinë për e hanë palcën të pallafaqohen me drejtësinë. Nuk është perfekte drejtësia, ne e dim që nuk është perfekte, po ashtu siç e kemi. Të ballafaqohen me drejtësinë. Bollu vjedhë. A nuk vjen keq edhe juve si gazetarë, edhe të tjerë aty, që vërtet neve nuk mund shkojmë më kështu? Unë personalisht interesat mia personale, unë nuk kam. Unë jam këtej me familje, me jetë, me të gjitha aula, tash 20 vjet gati. Unë vjen keq për shoqërinë tënde, sepse duket skuero të që xhiron. Pasuron disa, sillet dhe pasuron i grup vogël. Sillet pasuron i grup vogël, dhe kështu me radhë. Populli shkret, ose iken ose ngelet ashun mes katër rrugëve. Të shkosh në spital është merr. Shkosh në administratë është merr. Ka disa. Ke shkuar në përgjithë administratë si trajtojnë. Ose duhet një vërtet që futesh parallë në dira masme. Pse më shërbime janë? Qartë. Pse rrugë kemi ne? Pse spitale kemi ne? Unë së pretendoj që ne ta ndërtojmë nga aja Duomën e Milanit, për shembull, apo Koloseum, se këto i kanë ndërtuar. Përvisojmë 30 vjet spitale, se nuk mund t'i sillim përjetësisht tash me ton italiç korohen e çrohen. Do t'i sillim përjetësisht. Do mërziten dy burrat, ata thonë, "Shefe se, kjo kushton, ata kushtojnë janë. Shërbime që kushtojnë shumë." Kështu që vendi vazhdon të vjedhë. Mirë, zoti Mërturi, ndërkaq për ta mbyllur, ju keni qenë dhe pjesë e Shqipëria bëhet në mos gaboj. Si e keni parë protestën që është organizuar nga ata pra përballë kryeministrisë dhe cilat janë objektivat e tyre? Ata janë heroj. Si ata do kisha dashur dhe me mira të tjerë. Unë kam shkuar 2-3 herë vetë. Pa asnjë lloj, nuk jam bashkuar me ta sepse ata ishin portokallike ngjyra. Unë jam bashkuar sepse Shqipëria kishte ngjyrën portokallie më pëlqente më shumë. Në bashku me kauzat, 4 kauzat kryesore. Ndër 2 më kryesore patjetër. Hapja e sistemit, zgjedhja e migrantëve, lirimi i administratës. Pse administrata çdo zgjedhje të merret drejtor në telefon, ka ministra zëvendës ministra, të shtrëngohet administrata. Diti se ata personat që punojnë në administratë nuk pinë dot as i kafe me të vetë, që mendojnë ndryshe politikisht. Sepse spionuan, hapinuan, si në kohën e atij larg qofti. Vazhdojmë me spihuna neve akoma. Njeriu nuk është i lirë me thonë mendimin e vet. Politika është personale, është si puna e fesë. Është si çështja fetare. Unë ndihem i tillë, jam i tillë. Si nuk vinë këta Europian të ndryshojnë këta personat që jetojnë në komuna, që punojnë në komuna, në bashkie, në prefektura, sa ndryshon zgjedhjet si pret kush. Dhe këta deklaruan dhe haptës. Unë jam për këtë, sepse kjo nuk më pëlqen, 1, 2, 3, 4. Person tjetër, arshëtim tjetër. S'keti si e imponon tjetrin, pse i ke dhënë i vend pune që të votojë të gjithmonë. Sepse kështu, po të 180.000 administrat, disa i përcolla jashtë me forcë, disa tjerë kanë frikë rrinë nga frika. Kështu që unë jam bashku këtyre për këtë. Për këto arsye. Për 3 faktorë që tash. Për 3 faktorë. Dua që ndryshoj Shqipëria, edhe i grupi i ri, derisa sa mos ketë molla të kalta aty, kur dalin molla të kalta, ose të heqim ose të largohem unë, sinqerisht.